Nisma e qeverisë për të nxitur investimet në zonat malore ka ngjallur interes të dukshëm në qarkun e Lezhës. Sipas të dhënave, numri më i madh i aplikimeve për paketën e maleve është regjistruar në Bashkinë Lezhë me 116 kërkesa, e ndjekur nga Mirdita me 87 dhe Kurbini me 37 kërkesa. Sa i përket Bashkisë së Lezhës, nënkryetari Fatjon Zefi tha se harta në zonat prioritare i është dërguar tashmë qeverisë, ku do të kryhet edhe shqyrtimi i aplikimeve. Janë rreth 80 aplikime që ndodhen brenda zonës së hartës prioritare, të cilën tashmë Bashkia ja ka dërguar Ministrisë, mbi të cilën do të punohet edhe për shqyrtimin e aplikimeve. Interes ka pas në gjitha zonat, kryesisht në Fisht, në Vel, në malin e Kallmetit, por edhe në malin e Balldrainit dhe malin e Rencit dhe të Shëngjinit. Por mali i Rencit dhe Shëngjinit janë përjashtuar nga zona prioritare për shkak se ato shfaqin një interes për zhvillim turistik të një kategorie tjetër, pra nuk do t'i nënshtrohet agroturizmit. Faza parë ka qenë dërgimi i kësaj harte pranë Ministrisë, e cila është një hartë e përgjithshme me zonat për të cilat Bashkia ka menduar që mbi të cilat mund zhvillohet agroturizmi, panele fotovoltaike, blegtori, vreshtari, ullishte e të tjerë. Dhe interesi ka qenë në këto zona. Çështja e pronësisë do të shqyrtohet në çdo rast në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe me dosjet do të trajtohen në Këshillin Bashkiak për të hapur rrugë vendimit të Këshillit të Ministrave. Çështja e pronësisë do të jetë një shqyrtim i dytë, sipas aplikimeve rast pas rasti, në bashkëpunim me ASHK-n do të merret informacioni. Në rastet ku informacioni do të jetë pronë shtet, pra pyjeve atë lista që do të kategorizohen dhe do të merren shqyrtim dosjet, cilat do të kenë planin e biznesit, zhvillimit, projektin që do të zhvillojnë aty, për secilën kategori, do të trajtohen edhe në Këshillin Bashkiak, ku do të miratohen. Do të bëhet shpallja e këtyre projekteve, pra për të kapë edhe problemet që mund të lindin për pronësinë. Pastaj me miratimin në Këshillin Bashkiak do të dërgohen në Ministri për VKM. Interesi më i lartë për investime përmes paketës së maleve në qarkun e Lezhës lidhet me agroturizmin, bujtinat, si dhe me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, duke treguar potencialin e zonave malore për zhvillimin ekonomik dhe turizmin.